Praktikisht jemi në përmbyllje të punimeve. Na shpjegoni pak gjithë curinë. Afati I zbatimit të projektit ishte 6 muaj. Mas përfundimit të projektit për rikonstruksionin e godinës, mas përfundimit të rikonstruksionit të godinës, u zhvillua edhe projekti për mobilimin e godinës dhe gjithçka është e re brenda. Neve këtu me veten na bashkohet edhe inxhinieri zbatuesi I projektit. Vazhdo. Qendra e personelit rekrutimit ka në 143 personel. Ata pjesë punojës. Dhe është ndarë në disa fasha. Në katin e dytë janë të sistemuara sektori aktiv që administron dokumentacionin. Këtu për të ekspozuar kemi vendosur dosjen e ushtarakut që ka datinën 1898, që ka dhe librezën e vet, ka dhe urdhrin e marrjes të 1 grade prej tyre. Dhe gjithë pjesa tjetër pastaj janë nga dokumentacioni më I vjetër që ne kemi të dokumentuar në qendrën e personelit në kartotek. Kjo është për ish ushtarakët. Këtu në këtë kat janë zyra për personelin dhe në fund të katit kemi edhe tekën e personelit aktiv, oficerë dhe civil që aktualisht shërbejnë forcat armatosura. Si jeni? Puna mbar. Si keni që? Mirë? Gjeneral Qambo. Gëzo. Kolonetin e rezervë. Si jeni? Kam jemi si kaluar? Mirë? Si jeni? Kjo është zyra e komandantit që ka këshilltarin ligjor, këshilltarin për përkujdesjen, kryekaptenin e qendrës personelit rekrutimit dhe një administrator. Shumë mirë. Punë mbar dhe suksese. Inxhinier. Praktikisht këtu për çfarë sipërfaqe punimesh bëhet fjalë? Kjo ka qenë rreth 3700 metra katror si rekonstruksion. Rekonstruksioni është bërë I plot. Duke ditur që kanë qenë godina shumë të vjetra të amortizuara nga ana e strukturës, kanë pasur problematika? Jo, nuk kanë pas problematika, kësaj është bërë një rekonstruksion I thelluar, pra janë prishur të gjithë suvatimet, është bërë sistemi kapot. Është bërë sistemi I kondonimit ngrohje ftoje, sistemi kundra zjarrit, sistemi IT-s që vlen për të theksuar. Pra është bërë një rekonstruksion total. Këtu është një nga zyrat që menaxhon dosjet e ushtarakëve. Si jeni? Si kaluat? Gëzo. Si jeni? Si jeni? Shoh që kemi adresuar edhe këtu kemi elementat këtu, shumë mirë. Kjo është kartoteka vetëm për personelin në oficer. Oficer dhe ushtar. Dhe ushtar. Aktiv. Janë dosjet e dyta që mbahen në QPR-ja, dosjet e para administrojnë nga repartet. Këtu administrojnë urdhat e emërimit, vlerësimet, dokumentat e arsimimit, të gjitha. Super, kjo ka shumë rëndësi sepse edhe ndër vite gjithmonë ka qenë çik problematik gjendja e dokumentave. Fakti që kemi një kopje të dytë këtu, edhe mirë administrojmë. Shumë faleminderit. Në sistemin e burimeve njerëzore janë hedhur të gjithë ushtarakët që në 2012 kanë qenë aktiv në punë. Para këtij viti nuk janë të hedhura në sistem. Pra, kush ka qenë në punë? Janë në kopje fizike. Janë kopje fizike. Në rikonstruksionin e ndërtesës u vendosën dhe shkallët e emergjencës për çdo lloj emergjence që mund të lindin. Si kaluat? Se ju e jeni pika nevralgjike, këtu hyn, këtu del çdo gjë. Shumë mirë. Vjen mirë që jeni në kushte të rehabilituara dhe pozitive, sepse si diskutohet që detyra parsorë është dhe në një lloj mënyre për kujdesja e curisë karrierës. Dhe në këto kushte duhet ta nisni pikërisht nga ju, pra të paktën kushtet tuaja që përkujdeseni për karrierën e të gjithë tjerëve, optimale dhe të vijojmë ta digitalizojmë edhe procesin në mënyrë që rekrutimet edhe gjithë pjesa e sociale, benefitet, ecuria në karrierë, trajnimet, certifikimet të mund të ndodhin në mënyrë sa më të automatizuar, më të thjeshtë, më të transparente. Kështu që punë mbar. Faleminderit. Zyra e financës, seksioni financës, seksioni trajtimit financiar të ushtarakëve që janë në lirim.
edhe Si jeni? element të administratës. Si kalua? Si jeni? Si kalua? Përshëndetje. Si jeni? Si jeni? Gëzohen, gëzohen. Këtu praktikisht sigurohemi që secilit personel aktiv secili merr çfarë i takon sipas Trajtojnë ana financiare personelin e qendrës personelit edhe të liruarit për një periudhë 24 muaj Qartë. Qartë. Pra edhe 24 mujori mbas mbas lirimit. mbas lirimit. Okej. Dhe, Shumë dhe faleminderit. për çdo vërtetim sepse kur del në pension të parakohshëm apo në pension pleqërie rigjenerohen vërtetimet që janë trajtuar në pagesë sepse njihet vjetërsi i punës. Zyra e fundit është zyra e shërbimit online. Aty janë vetëm 4 operatorë dhe një shef sektori që çdo shërbim që vjen, ai e adreson edhe Pra është back office i sistemit. kërkesat Online. që bien online dhe institucionet dhe personeli. Si jeni në koronel? Kalua. Përshëndetje. Si jeni? Si kalua? Gëzohen. Kjo është zyra e shërbimit online. Ka 4 operatorë specialistë që merren vetëm me pritjen e shërbimeve. Dhe menaxhojnë të dy sistemet e platformës të Albania, se gjithë në janë, edhe Amazon që është për qytetarë dhe për institucionet. Qartë. Sa shërbime online japim ne në koronel? Kryesisht gjatë një muaji janë deri 4000 shërbime online. 4 shërbime. Tipologjia e shërbimit? Edhe kemi 7 shërbime, Po. nga të cilat këtu përfshihen gjithë ish-ushtarakët, ushtarakët, domethënë që janë aktualisht, edhe punonjësit civilë që kanë marrëdhënie me forcat armatosura. Plus, edhe për të gjithë shtetat si Meshkujt e Republikës së Shqipërisë që kanë bërë ose jo shërbimet e tyre ushtarake. Qartë. Kështu që praktikisht 10 mijëra qytetarë që marrin shërbim përmes platformës dhe synimi është gjithsesi që ne të shtojmë shërbimet. Këtu vinë shpesh për rastet që kanë problematika me dosje, edhe diskutojmë se ka raste, zotimiri se ka raste që vetëm nga diskutimi me të face to face neve marrim informacionin dhe kërkojmë dokumentacionin. Qartë. Vetëm se në ka thënë njëni jam plagosur në ca vite që si delnin, gjetëm komunikatat operative në arkiv dhe ju plotësuan letrat se nuk i delshin ca vite. Qartë. Real janë detaje që i merr vetëm nga komunikimi me qytetarin. Shumë faleminderit dhe punë e mbarë. Inxhinier këtu nga pikpamja e rjetit të ujit, kanalizimeve, pra edhe kjo pjesë është Po, gjithçka është rehabilituar. Në katin sipër kemi sektorin e rekrutimit, nga momenti që aplikoni qytetar dhe deri në momenti që shpallet lista fituese, ata administrojnë dokumentacionin, e verifikojnë, e regjistrojnë dhe pastaj ndiqet gjithë procedura të zhvillojnë dhe testimet. Pra faktikisht testimet Testimet i zhvillojmë i zhvillojmë këtu, ke salla, po. kaluat. Përshëndetje, si qishit? Droni. Pra është rëndësishme t'ja komunikojmë edhe qytetarëve në fakt gjithë këtë elementin e rekrutimeve, se besoj përbën interese për një pjesë të rinjve. Këtë vit, për sa i përket AFAS për shembull, patëm 1634 aplikime, pastaj testimi fizik, testimi që kryeni këtu në këto ambiente u reduktua numrin në 400 dhe pastaj patëm dhe një seleksionim tjetër, duke treguar praktikisht që jemi në një situatë ku tërheqim shumë më shumë të rinj që duan të bashkohen, qoftë përmes programeve të rekrutimit mbas maturës, qoftë përmes programeve mbas bachelorit ose për kursin e oficerit. Është shumë e rëndësishme për transparencën, për meritokracinë, për llogaridhënien, është shumë e rëndësishme puna që bëni këtu. Dhe shpresoj që me kushte të rehabilituara dhe më cilësore dhe duke automatizuar një pjesë të proceseve, të arrisim sa më shumë atë perceptimin që kanë të gjithë, që këtu mbizotron meritokracia dhe i japim hakun secilit praktikisht çfarë i takon. Shumë faleminderit për çka bëni, është shumë e rëndësishme për gjithë forcën e për gjithë
aparatin ton dhe uroj punë të mbar. Faleminderit. Punë të marrë, përshëm. Mbasi testohen, shpallën fitus. Në momentin mas 2 muajsh që bëjmë betimin, po ky sektor këtu është që prodhon 2 dosje të njëjta dhe pastaj njërin ja dorëzojmë repartit për vijimin e karrierës tij, ndërsa tjetra administrohet në sektorin që ishim pak më përpara në kat dytë. Këtu jemi në Këtu jemi te salla e testimit. Çdo aplikant, çdo kandidat që vjen ka aksesin e vet, masi hidhen dhënat në rrjetin e burimeve njerëzore nga personeli, i shpjegohen gjitha detajet për mënyrën se si do zhvillohet dhe ai e ka me kohë. Futet në kompjuterin e tij, zhvillon të gjitha pyetjet dhe në përfundim të testimit, ai e shef vlerësimin e tij sa pikë ka marrë në rastin e ushtarit nga 155 sa pikë ka marrë. Ju konfirmoj zotë ministre që më i miri ka qenë nga 155 ka marrë 151 pikë. Pra ka pasur rritje të cilësisë, për këtë vit kam përfunduar të gjitha llojet e aplikimeve, jemi vetëm në proces për Shtetet e Bashkuara të Amerikës për vitin 2026. Për kursantët që kemi dërgojnë 3 kuota, ndërsa gjithë kategoritë e tjera kanë përfunduar. E rëndësishme të theksojmë këtu që është qendra e personelit rekrutimit gjithashtu që administron të gjitha proceset e aplikimit të kursantëve që shkojnë jashtë, qoftë në shkolla të specializuara, qoftë në shkolla të trupe, qoftë në kolegjet e mbrojtjes pranë aleatëve, ne kemi programe me Shtetet e Bashkuara, me Mbretërinë e Bashkuar, me Turqinë, Italinë, Greqinë, Francën, pjekje për të rinisur edhe me Gjermaninë. Në këtyre vendeve kemi dyfishuar kuotat, siç ndodhi së fundmi me Qinë, kemi këto 3 kuota me Shtetet e Bashkuara dhe duhet japim sa më shumë rrezatim këtij programi në mënyrë që gjithë personeli aktiv të mund të aplikojë dhe të mund të pastaj të kalojë gjitha fazat e përzgjedhjes. Po pjesën tjetër të personelit të kemi në katin 0, kemi të dosjet, ndërsa rreth 14 personeli jon, struktura që është i kemi të godinat tjera, shumë kartonatë. Duhet të kalojmë në digitalizim të plot tashmë të gjitha proceseve dhe pastaj prodhimi i kopjes fizike të jetë një mundësi që ofrohet për agjencitë caktuara, kërkesa aplikime të caktuara, po është momenti që të vijojmë me digitalizimin e plot përderisa elementet infrastrukturore janë mbyllur. Në zyrën e parë është gjithë infrastruktura e shërbimit detyrueshëm ushtarak. Këto janë të ruajtura, kanë qenë në modele nga më të ndryshmet, kemi arritur deri në këta. Janë marrë nga të gjitha degët ushtarake dhe çdo njëra ka karton evidencat e viteve me radhë, janë të evidentuara sipas qyteteve dhe vitlindjes. Për këtu kemi menduar vetëm këtë që jemi në proces për që t'i mundsojmë kështu dhe është më e garantuar, është më e mbrojtur dhe më komode edhe për të punuar me personelin. Praktikisht këtu keni të gjithë arkimin. Janë rreth 1.14 milion skeda ushtari dhe rreth 2300 regjistra sipas viteve. Dhe normalisht këto pastaj ne duhet të fillojmë ta Kjo është më e para që mund të bëhet te digitalizimi, sepse mund ta marrë vërtetimin vetë qytetari pa pas nevojë me aplikuar, ne ta përgatisim dhe t'ia çojmë. Shumë mirë. Ndërsa më tutje kemi 2 zyra pune, janë gjithë personeli që punon me rezervë. Më tutje janë 2 kartotekat e ish ushtarakëve, ish oficerëve dhe e nën oficerëve. Si jeni? Si kaluat? Përshëndetje të gjithëve. Përsëri këtu jemi në një nga zyrët e shërbimit online. Këtu në rast se atje përgatitesi dokumentat, këtu përpunohen dhe dalin vërtetimet dhe të gjithë dokumentacionin që ju shërbehet qytetarëve. Online të lëmë përsëri sipër dhe përfundon procesin me vulosjen nga komandanti. Me vulje elektronike. Shumë mirë. Duhet të fillojmë tashmë edhe elementet e digitalizimit plot në mënyrë që
të mos prodhojmë praktikisht letra në menaxhimin e brendshëm, përderisa në menaxhimin e jashtëm në front office e kemi komponentin digital, tash edhe në back office të jemi të digital dhe pastaj prodhimi në letër të jetë një eventualitet në rast nevoje. Apo një duplikat për efekt arkivi, sepse forca armatosur e ka gjithmonë atë elementin analog e ka të rëndësishëm dhe duhet ta mbaj. Shumë faleminderit, punë e mbarë. Si jeni? Si kaluat? Përshëndetje. Që praktikisht kolonel, bashkëpunimi me sigurimet shoqërore si funksionon? Me sigurimet shoqërore neve përgatisim të gjithë dokumentacionin për ushtarakët nga momenti që dalin në pension të parakohshëm, në moshën 47 vjeç dhe 42 për femrat, dhe kur plotësojnë në moshën 65 vjeç për dalin në pension të plot. Ato janë në bazë ligjit 142, janë ca formular të përgatitur nga ai ligj, të miratuara, dhe në përputhje me ato aktet ligjore ne plotësojmë vërtetimet që merr qytetari vet dhe kur bën aplikimin në sigurimet. Edhe për familjar edhe invalidë. Për gjithçka. Qartë. Shumë faleminderit, punë e mbarë. Dhe kjo këtu është kartoteka me dosjet e ish oficerëve. Qartë. Pse kemi ndarjen Sepse është për më efekt grado? mirë menaxhimi dhe përpunimi i dhënave. Si jeni? Si kaluat? Mirë? Si kaluat? Mirë? Qartë. Te kjo Në çfarë periudhe te kjo konsiston kartotek këtu dhe te kartoteka tjetër, edhe kemi edhe një zyrë për punonjësit civil, janë afër 61.000 dosje. Më i vjetri është ai që pam sipër. Datlinja pra praktikisht nga themelimet e forcës nga deri në sot. themelimet. E veçanta e këtij investimi që bë tani, që krahas masave për shuarjen e zjarrit e sinjalistikave të gjitha me hidro, u bë edhe me pajisjet të cilësisë lartë, mund të themi, që në mënyrë automatike ato aktivizohen në rast se në një kohë të caktuar s'ka personel dhe ajo shkakton zjarr. Shumë mirë. Faleminderit dhe punë e mbarë. Shumë faleminderit. Faleminderit juve. Punë e shkëlqyer, rrofsh. Mirupafshim.